Kina trondit shëban me raketat të tmerrshme të hapësirës bërthamore. Kina është konsideruar prej kohësh si një nga forcat ushtarake më të fuqishme në botë, me një arsenal të madh dhe modern të armëve bërthamore, raketave balistike, aeroplan mbajtësve, nëndetëseve dhe aftësive kibernetike. Vendi është mbyllur në një rivalitet intensiv me Shtetet e Bashkuara, të cilat e shohin Kinën si një konkurrent strategjik dhe një kërcënim të mundshëm për interesat dhe alatët e saj global. Tani, Kina po zhvillon një armë të re që mund të sfidojë ekuilibrin e fuqisë në botë. Një raketë hipersonike që mund të fluturojë në hapësirë dhe të shmangë çdo sistem ekzistues të mbrojtjes. Bashkohuni me ne ndërsa diskutojmë se si Kina e ka kapur SHBA në befasi me raketën e saj të tmerrshme bërthamore hapësinore. Me $778 miliard të shpenzuara për forcat e saj të armatosura në vitin 2020. Shtetet e Bashkuara janë lideri pa diskutueshëm në shpenzimet ushtarake globale. Kjo shumë përbën 39% totalit të shpenzimeve ushtarake në botë dhe është më shumë se 3 herë më e lartë se ajo e Kinës, shpenzuesi i dytë më i madh. Megjithatë, Kina nuk është shumë prapa për sa i përket zhvillimit dhe inovacionit ushtarak dhe ka rritur buxhetin e saj të mbrojtjes mesatarisht me 6.8% çdo vit. Aftësitë ushtarake në rritje të Kinës kanë alarmuar analistët amerikanë, të cilët i kërkuan Washingtonit të vazhdojë me modernizimin e shpejtë të Pekinit